bile ka bërë pjesë edhe ky Sadushi që ngriti tërë këtë histori, e thoshte që në këtë situatë siç është, Kuvendi i Shqipërisë duhet të shikojë ligjin të plotësojë të rregullojë ligjin, se në ligji nuk e mbështes këtë lloj rotacioni. Po dhe këta janë në të njëjtën rrethana, dhe ligji përcakton një formulë deri në vitin 2022. Pra gjëja më e pakët që duhet bëni, nuk duhet ta merrni fare në konsiderat të lojë të pisët të Barampekës e para, dhe në rastin më të keq që e morën në konsiderat, duhet të ktheni një përgjigje shumë thjeshtë që drejtohu Kuvendit të Shqipërisë, sepse ligji, kushtetuta dhe ato ligje që kemi nduar nuk ta mbështesin ty këtë lojë për rrëmbimin e mandateve. Në të kundërt, bën një punë që sot është me gjykata kushtetuese në rripamje të moral institucional, po dhe integritet juridik, besoj po përjeton ditën e saj më të shëmtuar mbas këtij vendimi. E kuptoj. Zoti Muçi, meqense jemi këtu nga këndvështrimi juaj si ish antari i gjykatës kushtetuese, ishte nevojshme kjo kërkesë e presidentit për interpretim kur ndërkohë kushtetuta është e qartë për mandatet? Shiko, unë dua ta vazhdoj aty ku nisi Flavio. Mbretit të Prusisë nga vitet 1700 i pëlqente kodra e Potsdamit. Ishte një kodër shumë e bukur mes fushës së Potsdamit. Edhe urdhëroi varësta e vet që në këtë kodër të ngrihet një kështjell, që është kështjella e famshme e Potsdamit, për ta vazhduar atë metaforën e Flavios. Edhe kodra ishte përgjithsisht e lirë, por në cepin e kodrës ishte një mulli, që i cili është edhe sot e kësaj dite, ka pas stabilitonin faktësisht. Edhe pasi e rrethojnë gjithë kodrën shërbëtorët e mbretit, shkojnë te mulliri dhe i thonë që tash ne duhet ta zhvendos mullirin, ta prishim sepse do të ndërtojmë kështjellën e mbretit. Ai thotë jo, s'mund ta, sepse ky mullir kam trashëguar prej familjes time prej 200-300 vjet, dhe s'mund ta prish, s'mund ta s'duhet ta prish. Jo e prishim ose prishim, dhe thotë atë shprehjen e famshme që ka ngelur në histori domosdoshmë. Ka gjykatë në Berlin. Tani çfarë ndodh me këtë gjykatën e Berlinit tonë? Këtu më duket e njëjta situatë. Këtë e ka kap muri Berlinit, duket është matan murit kjo. Jo, është Potsdam, është në Potsdam, te e njëjta kështjell ku është bërë konferenca e Berlinit tonë. Botërore. Po, ne matan murit Berlinit. Pra, çfarë ndodh me këtë kështjellën tonë, domethënë, me këtë mullirin tonë të Shqipërisë. Këtu është, më duket, ajo fabula e atij filmit të famshëm që topin e ka humbur penalltin dhe jo ju. Pra, ata që kontrollojnë gjitha institucionet kushtetuese, ose ajo dorë që kontrollon gjitha institucionet kushtetuese, nuk i pëlqen mandati një antari ose një antare të gjykatës kushtetuese, as konkret mandati zonjës Betja, por me sa duket dhe mandati zonjës Toska ka hyrë në këtë lojë, e cila ata dorëheqjen vitin e kaluar. Para një vite sabile, se kanë 2024 në dorëheqje. Pra me sa duket këto dy mandata po ishte vënë syri, të cilat duhet përfundonin, dhe duhet gjetë mekanizmi për ti ndërprerë këto mandate. Pavarësisht se ajo që ta zoti Vasile shumë e qartë e thjeshtë, gjykata kushtetuta e ndryshimet e kushtetues vitit 2016 janë shumë të qarta, lidhur me ripërtëritjen e gjykatës kushtetuese 1-3 vjet dhe me mandate të cilat janë të përkohshme dhe mandate që janë të plotë. Dhe nisi kjo lojë institucionale më duket mua. Pra nisi me kërkesën gjasme të pafajshme të Presidentit të Republikës për një interpretim, pastaj doli me një vendim gjykatës kushtetuese e cila konstatonte marrjen e mandatit një antarit saj, duket zonjë Zaçaj, por në atë vendim, në mënyrë si rastësore gjykata kushtetuese legjitimonte organet e emërtesës, që janë presidenti, kuvendi ose gjykata e lartë, që t'i kërkonin gjykatë kushtetuese konstatimin e marrjes të mandatit të antarit gjykatës kushtetuese. Se po bëj lojë fjalësh teknike, por dua ta them këtë. Pra, në mënyrë rastësore, u thotë tyre që i legjitimon, pra u jep të drejtën që nëse ato mendojnë që antarët e marrë prej tyre, ose antarët e marrë prej tyre u ka mbaruar mandati, atë mund të kërkojnë gjykatë kushtetuese që ja mbaron mandatin final antarit. Pavarësisht se në akte që ndodhen në këto institucione, del qartë që mandatet fundonin në periudhë të caktuar. Për shembull, presidenti ka në arshivën e vet aktet e emërimit të rastisht jam unë në këtë rast, emërimi tim në vitin 2019, për mandatin e zotit Belej. Dhe në të gjitha aktet e emërimit, që nga shpallja e vakancës, vendimi marrë nga Këshilli i Emërimit drejtësi, lidhur me vakancën, me vendimi për plotësimin e kushteve dhe listimin e antarëve, në cilin unë jam listuar, dhe dekreti i presidentit thonë në mënyrë qartë që mandati është 9 vjeçar. Pra fillon në tetor të 2019 dhe mbaron tetor 2028. Nuk e lidh fare me datën e mbarimit të mandatit të zotit Belej, që është 10 prillit vitit 2016. Pra, në këto kushte, pavarësisht se kushtetuta ishte e qartë, aktet e emërimit të antarëve të gjykatës kushtetuese
në këtë rast të emrimit tim, po që mandatin e suksedoj zonja që po diskutohet. Në këtë raste, ishin totalisht të qarta aktet. Dhe vetëm mënyrë për ta larguar këtë antarë mbështetuese, e them me pak fjalë, është ndërprerja e mandatit saj. Në fakt shiko, teorinë e ndërprerjes së mandateve kushtetuese, ne i ka mësuar shumë mirë vetimin, se procesi vetimut këtë bëri. Ndërpreu mandatet e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilat ishin mandate të përhershme. Se kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Pra ne kemi një praktikë të konsoliduar në këtë aspekt negative natyrisht, që u ndërpresin mandatet kushtetuese të patundshme, të përhershme, funksionarë publik sa herë pëlqen institucion, nuk i pëlqen ose i pëlqen dikujt tjetër. Dhe kjo kaq e thjeshtë është kjo gjithë kjo situatë. Pastaj, mënyra se si e ka argumentuar, unë e lexova në fakt ditën, nuk e kisha lexuar vendimin, është një vendim shumë mediokër në pamje argumentit kushtetues i shumicës. Pra, unë natyrisht kam respekt për Bullgarinë, për institucionet e Bullgarisë, por natyrisht nuk është shembull i një miq duhet marrë gjykata kushtetuese. Nga shembull nga praktika, nga jurisprudenca ose praktika ligjore e Bullgarisë. Ka praktika ne natyrisht tentojmë të shkojmë te praktikave të konsoliduara të jurisprudencës kushtetuese të vendeve perëndimore, Francë, Gjermanisë, Italisë e tjerë, por pavarësisht në këtë rast përdoret shembulli i Bullgarisë për të justifikuar vendimin. Pavarësisht se është e qartë që gjykata kushtetuese me vendim ka cënuar parimet bazë të funksionimit të shtetit ligjor, të ndërtimit gjyqësorit në shtetin demokratik. Në rast gjykata kushtetuese. Ka ca momente errësire edhe te kjo historia. Si fillim njërë, vendimi i marrë në tetor të vitit kaluar, na u premtua aso kohë që do të kishte edhe ca zarfe që do shkonin drejt spakut nga ana e disa juristëve të njohur dhe eksponentëve të opozitës. Nuk e di zoti Vasili nëse ka informacion nëse po bëheni gati për diçka të tillë dhe çfarë mund të bëj një palë tjetër e interesuar për kushtetueshmëri në këtë vend. Dhe ajo që do ta dija duket sikur as në Olimp